Kjo është gjendja e burrit të shkurtë Fejzes, disa ditë pasi u godit nga vetura. Pak ditë më parë, opinioni publik u trondit nga aksidenti që besoj i shoqi i këngëtares shkurtë Fejza, Hajrush Behluli. Ai u godit nga një veturë në qytetin e Prizrenit dhe kjo ndodhi në kohën e një debati që lidhej me emrin e të shoqes këngëtares shkurtë Fejza pas një deklarate të Hoxh Shevqet Krasniqit. Disa ditë pas aksidentit që ngjalli shumë debat, e bia, këngëtarja Besjona Behluli, na ka prezantuar një foto me prindrit. Në këtë fotografi, Hajrush Behluli duket në gjendje të shkëlqyer. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.